Përshëndetje. Ju përshëndes. Si është situata e minatorëve dhe a kanë minatorët një plan për shkallëzimin e protestës, duke qenë se deri tani nuk ka reaguar kompania? Edhe këtë fillim jave ata nisën me bojkot të punës, që prej orëve të para të mëngjesit u mblodhen në hyrjen kryesore të kompanisë TET Albania, duke protestuar dhe kërkuar plotësimin e atyre kërkesave të tyre, që është me kryesorja njohja e sindikatës së krijuar prej tyre dhe nënshkrimi i kontratës kolektive, që do t'ju siguronte kushte më të mira pune, por edhe paga më të larta. Nga ana tjetër, kompania nuk ka pranuar që të ulet në dialog me minatorët, për faktin se sipas përfaqësuesve të kompanisë, ata nuk e njohin sindikatën të cilën kanë krijuar minatorët, duke bërë pjesë të Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë, pasi nuk i plotëson kriteret ligjore, ndaj dhe kanë refuzuar pra që të ketë një dialog mes palëve. Nga ana tjetër, minatorët kanë bërë të ditur se ata do të vijojnë protestën deri në plotësimin e atyre kërkesave, madje do të përshkallëzojnë deri në grevë urie. Bëhet me dije se ditën e nesërme pritet që të ketë një takim në Ministrinë e Linjës në Tiranë, pra e cila merret drejt për drejt me minierat dhe pikërisht me gjërat të kësaj natyre. Në praninë të përfaqësuesve të sindikatave do të jetë një përfaqësi e minatorëve, të cilët pra do të zhvillojnë takimin dhe shpresohet që do gjendet një zgjidhje, pasi pritet që të thirrën edhe përfaqësues të kompanisë. Gjithsesi, rezistenca dhe reagimi i tyre vjen prej 12 ditësh. Ata akuzojnë kompaninë se po hakmerret duke shkarkuar nga puna një pjesë e tyre dhe duke u bërë shantazhe. Sipas minatorëve janë 16 persona të cilëve ju kanë bërritur zarfi për largim nga pune, por ata nuk i njohin këto veprime të kompanisë, pasi duke ju referuar ligjit ata ndodhen në protestë për kushte më të mira punë dhe as pak nuk ju tremben këtyre veprimeve që po ndërmerren nga ana e koncesionarit turk që shfrytëzon pikërisht minierën e bakrit në spaq të Mirditës. Nga ana tjetër, edhe forcat policore vijojnë që të jenë atje gjatë ditëve të fundit me qëllim që mos të pengohet puna për punonësit e tjerë, pasi duhet thënë se kjo kompani ka rreth 300 punonës dhe vetëm 70 prej tyre, të cilët janë minatorë, ndodhen në protestë dhe kanë bojkotuar punën, ndërsa pjesa e tjetër pra vijojnë që të jenë në vendet e punës duke vijuar aktivitetin normal. E qartë, faleminderit Juli për raportimin e bërë. Faleminderit.